Ne jemi sot në një pikë simbolike si Shiroka, ku njerëzit punëtor me aktivitete të jashtëzakonshme, mjaftëzakonisht mikpritës, sot po shohin një ndryshim të madh. Dhe kjo është simboli i asajt për cilën ne kena punuar tash 2 vjet. Ne do ta çojmë më tej këtë punë. Sepse vërtet kemi punuar shumë. Jemi përpjek shumë. Në 2 vjet. Kudo ke kantiere, sa 30 vjet nuk është punuar në Shkodër. Dhe këtë e thot kushdo. Po kjo s'është vetëm krenari me e thënë që po kena punu. Po kjo është një kërkesë që kam, një kërkesë që vjen për Shkodrën. Ne duhet ta vazhdojmë këtë punë. E ta vazhdojmë në ekip. Bashkia është një gjë, qeveria është gjë tjetër. Parlamenti është një gjë tjetër. Ne duhet kemi në parlament sa më shumë deputet nga Shkodra. Keni bë punë fantastike. Tamam vizion që keni dhënë para 4 vjetëve që keni kanë fushat, edhe ka shku gjithë cilën në vendin e vet. Janë marrë premtimet për çdo gjë që dhon. Prandaj unë di me thonë që nuk janë vetë 3-2 po. Prandaj janë të gjitha realitet këto probleme. Nuk ka probleme se duhet me lëvdu ju. Keni dhënë ju për komunitetin. Edhe komuniteti do të japë për ju.